ja se si vidhen 100 milion euro. Belinda Balluku nuk mund të hetohet e lirë. Ajo ose duhet të shkarkohet, ose duhet të arrestohet. Nuk ka asnjë arsye të hetohet e lirë pasi është komunikuar zyrtarisht akuza së pari për grabitjen e lekëve të tenderin e tunelit të Llogaras, vjedhje e cila shkon mbi 50 milion euro, por sipas informacioneve të mia, edhe për tendera të tjerë që të gjithë së bashku e kalojnë shifrën e 100 milion euro. Zonja në fjalë, ose duhet të arrestohet, ose duhet të shkarkohet urgjentisht. Dhe duke qenë se shkarkimi nuk ka për të ndodhur, sepse ortaku i saj Edi Rama nuk ka ndërmend ta marrë këtë akt, duhet që SPAK t'i kërkoj menjëherë parlamentit autorizimin për arrestimin e saj. Sepse përsa kohë ajo është zëvendës kryeministre dhe ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si ministre, ajo ka të gjitha mundësitë për të prishur provat dhe për ta shkatëruar këtë hetim. I bëj thirrje SPAK që një orë më parë t'i kërkoj gjykatës arrestimin e Belinda Ballukut, ashtu siç ka vepruar me të drejtë në rastet e mëparshme me të gjithë kolegët e saj.